Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizioni, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 13 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1568. Forcat e Meri parë në Skoci mposhtën në betejën Langseid nga një konfederat e protestantëve skocez të udhëhequr nga James Stuart, Earl of Mary, vllai i saj. 1648. Përfundoi ndërtimi i Red Fort në Delhi. 1990. Në Zagreb, në stadiumin Maksimir, në ndeshje futbollistike ndërmjet Dinamos dhe Crvena Zvezdës së Beogradit, ndodhi një përleshje e përgjakshme. Lindje 1842. Lindi Arthur Sullivan, kompozitor dhe dirigjent anglez. 1857. Lindi Ronald Ross, mjek anglez. 1882. Lindi George Braque, piktor francez. 1941. Lindi Sanda Berger, aktore austriake. 1953. Lindi Dort Balesević, kantautor jugoslav. 1954. Lindi Johnny Logan, këngëtar irlandez. Vdekje 1930. Vdiq Fridtjof Nansen, ulëmtues norvegjez, zoolog dhe diplomat, fituesi i çmimit Nobel për paqe në 1922. 1961. Vdiq Gary Cooper, aktor amerikan. Për sot kemi përgatitur biografinë e Fatos Kongolit, i cili ishte një shkrimtar dhe matematikan shqiptar. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Fatos Kongoli, lindur më 12 janar 1944, së fundmi është kthyer në një nga përfaqësuesit më të fuqishëm dhe më bindës të prozës bashkëkohore shqiptare. Ai u lind dhe u rrit në Elbasan dhe studioi në gjimnazin Kemal Stafa në Tiranë, Shqipëri. Më pas, ai studioi matematik në Kin gjatë viteve të tensionuara të Aleancës Kino-Shqiptare. Kongoli zgjodhi të mos botonte asnjë vepër madhore gjatë diktaturës. Në vend të kësaj, ai I akushtoi energjisë të tij krijuese në atë kohë një karrierë të errët dhe apoliptike si matematikan dhe priti që stuhia të kalonte. Talenti I tij narrativ dhe stili individual u shfaqe realisht gjithsesi në vitet 1990, që nga rënja e diktaturës komuniste. Romani I tij I parë I madh, Humbësi I humburi, Tiranë 1992, botimi në anglisht 2007, zhvillohet në mars 1991, kur mbi 10.000 refugjat u përplasen në një anije mallrash të rënuar dhe shumë të ndryshkur për t'i shpëtuar të kaluarës dhe për të arritur në perëndimin e mrekullueshëm. Atje u lanë të padëshiruar në brigjet e Italisë jugore. Në momentin e fundit, para nisjes së lundrimit, protagonisti Cezar Lumi, Humbësi, për të cilin çdo shpresë është tepër vonë, braktis shokët e tij, zbarkon dhe shkon në shtëpi. U ktheva në lagjen time në mbrëmje. Askush nuk më kishte parë të largohesha dhe askush nuk më pa të kthehesha. Rrëfimi I romanit kthehet në këtë pikë në vitet e gjata dhe të mpirë të diktaturës, Hoxha, për të ringjallur klimën e terrorit dhe dëshpërimit universal që karakterizonte jetën e përditshme në Shqipërinë e viteve 1960 dhe 1970. Cezar Lumi lindi në brigjet e një lumi, në hijen e afërt të vet fabrikës së çimentos së njerëzve, e cila prodhoi më shumë pluhur se sa çimento. Megjithë një skelet në dollapin e familjes, një xhaxhaj që kishte ikur më parë nga vendi, Cezar arrin të regjistrohet në universitetet dhe deporton për një kohë të shkurtër në një mjedis që nuk është I tij dhe nuk do të jetë kurrë. Ai familjes sunduese të Shqipërisë. Aristokracia e kuqe, në një moshë të butë, mësova se I përkisje një race inferiore,
ose siç I pash gjërat në atë kohë, një kategori e qendsh të zgjebosur, që duheshin shkilmuar dhe përzënë. Thesar, fati të cilët në shoqërinë hermetike dhe mbytëse të Shqipërisë është vulosur një herë mirë, kthehet për të jetuar në një jetë kotësie dhe dëshpërimi në një univers pa heroj. Larg protagonistit aktiv që lufton për të kontrolluar fatin e tij apo dhe të herojit të qëndrueshëm pozitiv të realizmit socialist. Thesar Lumi është I paaftë për veprim dhe I paaftë për të jetuar. Ai ishte zëri I të gjithë humbsëve që shohin rrjetë e argjënta në horizont dhe e din fare mirë që nuk do t'i arrijnë kurrë. Ekzistenca ime është ajo e mediokrëve, që niset nga hiçi dhe nuk shkon askund. Kur u botua për herë të parë në 1992 në atë që ishte një botiv relativisht I madh, prej 10.000 kopjesh, romani gjeti sukses të menjëhershëm në publikun lexues. Dhe romanet e mëvonshme të Kongolit janë Kufoma, Tiranë 1994. Historia një humbësi tjetër të kapur në makineritë çnjerëzore të dekadës së fundit të diktaturës staliniste në Shqipëri, Dragoj I Fildish, Tiranë 1999, I cili fokusohet kryesisht në jetën e një studenti shqiptar në Kinë në vitet 1960 dhe Lëkura e qenit, Tiranë 2003, një përrallë dashurie dhe afeksionesh të harruara. Romanet e Kongolit janë përkthyer në frëngjisht, gjermanisht, italisht, greqisht, spanjisht dhe slovakisht. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për konsumimin e alkoolit. E vërteta është se mënyra e vetme për të shmangur pasojat e tmerrshme të abuzimit me alkoolin është duke kufizuar konsumimin e tij, por ja 5 kuriozitete në lidhje me të. Nuk është e domosdoshme të pish për të dehur. Ndonjëherë mendohet se duhet të jesh I dehur për të sjellë në një mënyrë të caktuar, për shembull për të vepruar në mënyrë të shfrenuar. Një eksperiment nga studiuesi Richard Wiseman e ka treguar këtë duke I bërë disa njerëz të pinë, për shembull, birrë jo alkolike pa e ditur. Ata u sollën sikur të ishin vërtet të dehur. Kjo vlen për faktin se efekti placebo është shumë I fortë se sa besohet, pasi e bën trurin të besojë gjëra që nuk janë të vërteta. 2. Konsumimi I alkoolit nuk e lufton të ftohtin. Ajo që arrin alkooli është një ndjesi nxehtësie, por nuk na ngro vërtet. Studimet më të fundit sigurojnë që kjo është për shkak të termogjenezës së dëmtuar që rezulton të jetë dëmtuar nga konsumimi I alkoolit. 3. Shumica e alkoolit metabolizohet në mëlçi. Kjo është e vërtetë, prandaj ata që pinë shumë alkool kanë probleme me mëlçinë. Me konsumimin e alkoolit, mëlçia nuk funksionon siç duhet, I tërë trupi fillon të mos funksionojë, madje edhe sistemi I imunitetit dobësohet dukshëm. 4. Alkooli nuk shërben për të harruar. Me siguri keni provuar që të deheni për të harruar. Ndoshta keni dashur të lini pas një dashuri të dështuar, të hiqni mendjen nga problemet ekonomike apo ndonjë arsye tjetër. Megjithatë, efekti I pijeve alkolike është krejtësisht I kundërt, pasi stimulon zonat e caktuara të trurit që janë përgjegjëse për kujtimet. 5. Neuronet nuk vdesin kur pim. Ajo që ndodh në të vërtetë është se sinapsi që neuronet bëjnë me njëri tjetrin ndikohet disi nga alkooli, por vetëm kur është konsum I tepërm dhe për një periudhë të zgjatur. Një ditë pasi të pini pak, mendja juaj do të kthehet në normalitet dhe numri I neuroneve do të jetë I paprekur. Nuk duhet të shqetësoheni për këtë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 13 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe vranësira të dendura. Paraditja dhe pasditja do të jenë kryesisht me vranësira dhe rreshje shiu të her pas hershme ndërsa në zonat jugore priten intervale të shkurtra me kthjellime. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë I ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:57 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi 9 deri në 16 gradë Celsius.
Tiranë, 14 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 20 gradë Celsius. Berat, 13 deri në 21 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 16 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë, 15 deri në 22 gradë Celsius. Tani oftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 13 maj 2026 do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona, ndërsa në pjesë të tjera priten intervale me diell. Paraditja do të ketë rreshje lokale shiu sidomos në perëndim, ndërsa pasditja sjell përmirësim të përkohshëm të motit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:08 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 5 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj, 7 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 8 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë, 6 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov, 9 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 8 deri në 16 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 15 gradë Celsius. Perizaj, 7 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 13 gradë Celsius. Suharek, 8 deri në 16 gradë Celsius. Prizren, 8 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.